dikur e hapi derën për mua në Partinë Socialiste dhe pa e kërkuar unë më ftoi. Edhe është ai që sot është kryeministri i Shqipërisë. Në qoftë se secili nga ne nuk e bën këtë në momentin që bëhet pjesë e asaj trungut të Partisë Socialiste, Partia Socialiste do t'i thajë degët. Dhe arsyeja që ne e kemi hapur dhe praktikisht në gjitha skuadrat ka të rinj që ose s'kan pas asnjë lidhje me jetën aktive politike, ose që vinë nga bota akademike ose nga bota e biznesit. Sidomos nga bota e biznesit, dhe Piro Dhima ishte një zgjedhje pikërisht e një njeriu, historia e jetës së cilit është historia e qafës pazarit, është historia e rilindjes urbane. Është prova më e mirë se si ti mund të shkosh si shumë gjirokastrit të tjerë që kanë jetuar e punuar në Greqi dhe kthehet dhe është krejt në biznesin e familjes. Ka një biznes shumë interesant, një nga hotelet më të mira të Gjirokastrës, me standardet, karakteristik, një kartë vizit shumë e mirë para se të putesh ke qafe pazarit, dhe që në këto 10 ditë e ka zgjeruar biznesin e vet me familjen dhe në zinxhirin e pjesës tjetër të sektorit të turizmit. Kush më mirë se sa ai mund ta tregoj, ta mbroj dhe të dëshmoj se si politika dhe qeverisja e Partisë Socialiste ka transformuar jo thjesht bukurinë e qytetit, se qyteti i bukur ka qenë, edhe qafa e pazarit tu ka qenë, po ka qenë e rënuar dhe si ato bletët punëtore, edhe Piro është një nga këto bletët gjirokastrite, një nga bletët e Lunxhërisë, që kombinon shumë bukur Gjirokastrën, Lunxhërinë dhe Dropullin, dhe ka treguar se vetëm në këtë lloj vizioni mund të ecet përpara. Është modeli i mirë që flet me jetën e vet. Unë flas edhe si politikane, sepse u bëra 12 vjet tashmë që jam në këtë mision, jo profesion, mision. Më vjen shumë mirë që e kam Piro në krah, krahas edhe 3 shokëve të tjerë, Anila në përmet, Tërmet Peçi në Tepelen, edhe Shoqëri Hysi nga bota akademike e Gjirokastrës, që vjen krejt si një prurje e re, edhe në moshë, por edhe në përvojë, edhe në mentalitet.